Policia e Tiranës arrestoi 13 persona gjatë operacionit të koduar eskort, të dyshuar si pjesëtar të një grupi të shfrytëzimit të femrave për qëllime prostitucioni në bashkëpunim, si dhe për prodhim të lëndëve narkotike. Grupi dyshohet se rekrutonte femra në Tiranë dhe më pas me taksistë të pajtuar nga grupi, ato dërgoheshin në qytete ku kërkoheshin femrat. Sipas hetimit, klientët kanë qenë kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Për të dokumentuar aktivitetin e grupit, policia ka mundur të provojë mbi 10 episode me raporte vëzhgimi apo dhe filmime. Hetimet nisën në mesin e vitit 2015 ndaj Silvana Nexhipit dhe Xheje Dungës, të dyshuara si drejtuese të saj. Ato rekrutonin femrat dhe në bashkëpunim me 2 taksistët, Franco Ali Dervishi dhe Eglandin Kapo, ato ju dërgoheshin klientëve në hotele kundrejt një pagese që niste me 5.000 lekë. 50 euro e shkonte deri në 100 euro në varësi të klientëve. Në prangat e policisë të arrestuar si klient të këtij grupi përfunduan dhe 2 shtetas turq, inxhinier të një kompanie që administron dhe menaxhon një hidrocentral në Burel. Gjatë hetimit, policia zbuloi edhe një grup që shpërndante lëndë narkotike në të njëjtën formë, ndërsa u arrestuan 4 persona dhe ju bllokuan në cilësinë e provës materiale 2 kg lëndë narkotike dyshuar cannabis sativa, 16 doza heroin, 10 telefona celular dhe 3 automjete. Burimet të policisë thanë se si të dyshuar të këtij grupi janë së paku dhe 4 persona të tjerë që janë ende në hetim, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur.